Muhamedi a.s. ju ka thonë shokëve të vetë, faluni ashtu sikur se që më shehni mua duke u falur. Dhe njëri prej shokëve të tij thotë se kam pa pejgamberin a.s. kur ka hyrë në namaz, i ka ngritur duart deri baraz me vesh e një transmetim tjetër afër veshve. Enesi radiallahu anhu thot, e kam pa pejgamberin a.s. duke ngritur gishtat e mdhëjt deri tek veshët. Në verzion e tjera të haditheve, se ka një mori haditheve të tjera, thojnë deri tek laprat e veshve. Mirë po cila është ma e preferuara, është që mu ngrit duart tek vesht momentin e tekbirit fillestar. Dhe kur ngriten duart tek vesh dhe thua Allahu Akbar tek laprat e veshve, duart drejtohen nga kibla. Nuk zgjerohen gjithashtu shumë kështu, në mënyrë normale, drejtohen nga kibla dhe afrohen duart deri tek laprat e veshve. Transmetimet e haditheve thonë që afrohet deri te vesht, deri tek laprat e veshve, afër veshve. Nuk thonë që preken vesht. Edhe pse prekja e veshve mundet me u kuptue për këtyre teksteve. Prekja e veshve nuk është gabim faktikisht, sepse qëllimi është më ngrit duart deri në pozicion i cili është barazi me vesht. Nëse nalmi dhe analizojmë në medalen tjetër çështjen, i bie që ma mirë është më ngrit duart deri sa preken vesht, e mos me i mbajt mend tek ngritja apo lartësia duarve deri te vesht. Kur ti prek veshti nuk ngarkohesh apo nuk angazhohesh me pozitën e ngritjes duarve. Prandaj një vezves tonë sa ngrita duart boll apo jo e eliminon me prekjen e veshve. Dhe a është më e rëndësishme me i prek vesht apo më fokusue në namaz? Jo, më e rëndësishme më fokusu. Prandaj prekja e veshve nëse e eliminon apo e lehtëson fokusin në namaz, të konsiderohet për gjërat e pranuara. Mirë po ngritja e duarve deri tek laprat e veshve është e vërtetuar me hadithet pejgamberit alayhis salam, sikurse që potencuam pak më lart se ka transmetuar njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, i cili ka thënë, e kam parë pejgamberin alayhis salam që i ka ngritur duar deri afër veshve, ose në transmetimin tjetër baraz me vesh, e hadithi është i saktë i pranueshëm. Prandaj ngritja e duarve deri tek laprat e veshve është sunet. Dhe duart drejtohen nga kibla sa ka mundësi. Hadithin tjetër që transmetohet se pejgamberi alayhis salam i ka ngritur duart deri tek krah, ky hadith kuptohet në dy prizma. Prizmi i parë, për më ngrit duart deri te laprat e veshve, patjetër duhet me arrit deri te krah. Dhe kuptimi tjetër i hadithit e shpjegon vetë transmetuesi i hadithit. Wail al-Hadramiu thanë se ka qenë jemenas, thot, kur kam ardhur pas një kohe në Medinë, ka qenë berdun shedid, ftohti madh, dhe njerëz i kanë ngritur duart në rrobat e tyre. Dhe sigurisht rroba, sigurisht që kjo gjybja ime tash, janë vendosur mbi duart dhe janë ngrit deri këtu për shkak të ftohtit nuk i kanë ngrit duart. Që tregon se ka qenë një situatë e veçantë dhe për këtë arsye që ngritur duart. Mirë po sunet ka qenë më ngrit duart deri tek laprat e veshve. Këtë sa për me sqarue edhe hadithin tjetër i cili ka mundësi më na u paraqit në mënyrë që të i shpjegojmë apo i trajtojmë të gjitha hadithet në prizmen e haditheve të tjera, sepse hadithi e shpjegon hadithin tjetër.